Dubai këtë ditë me temperatura deri në 33 gradë Celsius. Dubai në këtë ditë pranvere gjatë muajit prill dhe maj është një nga periudhat më të bukura të vitit për ta vizituar. Temperaturat zakonisht janë 25 deri në 33 gradë Celsius, gjatë ditës dhe më të freskëta në mbrëmje. Ajri është më i këndshëm krahasuar me vapen ekstreme të verës. Qielli është pothuajse gjithmonë i kthjellët me shumë diell. Qyteti është plot gjallëri, turistë nga e gjithë bota, evente dhe aktivitete të shumta gjatë tërë ditës. Ndriçimi i natës, fontanat, shëtitjet buz ujet, krijojnë atmosferë shumë luksoze. Plazhet si Jumeirah Beach janë ideale për relaks. Dubai është një kombinim i traditës arabe me xhami e ushqime tradicionale dhe moderniteti ekstrem rokaqej si Khalifa. Vizitorët mund të përjetojnë njëkohësisht luksin dhe kulturën lokale. Kjo periudhë shpesh përfshin festivale ushqimi, evente sportive dhe koncerte. Është ende sezoni turistik, por jo aq i mbi ngarkuar sa dimre. Në përgjithësi, Dubai këtë ditë duket i gjallë, i ndritshëm dhe shumë i rehatshëm për vizitorë. Një përzierje perfekte mes pushimeve të plazhit, luksit dhe aventurës. Në Dubai ka shumë mysafir nga Kosova dhe Shqipëria, por edhe një komunitet të vogël që jeton aty. Në jetën e natës dhe në zona turistike do të dëgjosh shpesh shqip, sidomos në klube dhe në restorante. Jeta e natës në Dubai është luksoze, moderne dhe ndërkombëtare. Qyteti ndizet me drita plot, muzikë, evente çdo natë. Një përzierje e njerëzve nga e gjithë bota, europian, arab, aziatik, turist dhe biznesmen. Dubai është ndryshe nga Europa, është shumë i sigurt, një nga qytetet më të sigurta në botë. Ora e kufizuar zakonisht është nga 2 deri në 3 të natës. Alkoholi lejohet vetëm në vende të caktuara.